Duhet ta nis me një pyetje shumë konkrete. Jam bërë gati 10 vjet që reforma drejtësi po aplikohet në Shqipëri dhe ka pasur një kakofoni të fortë, një përplasje akuza kundër akuza për kontrollin e reformës në drejtësi. Dhe efektivitetin e saj dhe sa ka qenë e pavarur, sa ka qenë konkrete dhe sa ka qenë e besueshme në të gjitha veprimtarinë e saj. Mendon që reforma në drejtësi ka funksionuar ashtu siç ishte planifikuar në fillim? Jo. Siç ishte planifikuar, jo. Madje nuk është as 10% e asaj që ishte planifikuar. Shqipëria ka pas nevojshme një reformë drejtësi. Momentet ku kishte arritur, le të themi, drejtësia në vitet 2013-2014, por ajo çfarë u shkruar në letër, në projekt, dhe ajo çfarë u zbatua më pas, ka një diferencë shumë të madhe. Në fillim, kjo u nis shumë mirë. Pastaj mbrapa futën duart këta ustallarët tanë dhe ndodhi ajo që ndodhi me vetimin, sepse vetimi ka qenë problematika më e madhe. Pastaj votimi i 7 ligjeve për mënyrën se si do ndërtohej SPAK-u, ILD-ja, KLG-ja, KLP-ja, reforma se si do le të themi do ishte ligj organik për këto, në të cilën Partia Demokratike asoj kohë nuk mori pjesë, duhet thënë kjo, për mendimin tim ka qenë një gabim shumë i madh. Do duhet të merrte pjesë Almer më së shumti për të le të themi për të arënuar ose për të mos i dhënë mundësi asoj kohë LSI-s dhe PS-s, po PS-s dhe LSI-s, sepse ato ishin le të themi mazhoranca qeverisë në asoj kohë, që ta meratonin reforma ashtu siç donin ato. Dhe në fakt ndodhi ajo e tillë. Ardian Vorani u bë kryetari i KED-s, Sokul Sadushi shkoi tek gjykata e lartë, Gedi Ibrahimi në gjykatë kushtetuese, Metani tek ILD-ja, pra u vendosën të gjitha pilastrët që kishin bërë gjoja reformën në drejtësi, u vendosën duke e kontrolluar vetë këta reformën në drejtësi.